RTS Korça do të realizojë një transmetim special maraton me rastin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, duke ndjekur në kohë reale çdo hap të procesit zgjedhor në të gjithë qarkun, që prej orës 7 të mëngjesit të së dielës, ekipi i RTS Korça do të sjellë lidhje të drejtpërdrejta me gazetarët në terren nga të 6 bashkitë e qarkut, Korçë, Pogradec, Maliq, Devol, Kolonjë dhe Pustec, për të informuar publikun mbi ecurinë e votimeve dhe pjesëmarrjen. Në studio në moderimin e gazetarëve, Llazi Saro, Eriona Pampuku dhe Mikel Qiriaj, do të zhvillohen biseda me analistë, ekspertë dhe përfaqësues politik për të komentuar zhvillimet dhe pritshmëritë e ditës. Përshëndetje, jemi drejt për së drejti në ekranin e radio-televizionit publik të Korçës. Gazetarët e RTS Korça do të raportojnë live jo vetëm për ekranin e RTS Korça dhe valët e Radio Korça, por edhe në platformat e tjera të radio-televizionit shqiptar, përfshirë RTS 24 dhe RTS 1 HD, duke garantuar një mbulim sa më të gjerë të procesit zgjedhor. Në një intervistë për RTS Korça, kryeredaktori Llazi Saro u shpreh se ky transmetim synon të informojë publikun me korrektësi, transparencë dhe pa anësi, duke mbuluar çdo zhvillim në të 6 bashkitë e qarkut. Do të jetë një tjetër transmetim maraton për zgjedhjet e 2025-s, për zgjedhjet e 11 majit. RTS Korça tashmë prej vitesh transmeton në mënyrë të zgjeruar, pra një transmetim maraton procesin zgjedhor, qoftë zgjedhjet lokale ashtu edhe ato parlamentare. Edhe këtë vit në 11 maj ne kemi marrë të gjitha masat, jemi me 7 grupe gazetarësh dhe operatorësh në terren, të cilët do të bëjnë të mundur lidhjen live nga të 7 KZZ në të 6 bashkitë e qarkut të Korçës. Do të jetë një proces i gjatë, impenjativ, por që jemi të bindur se do të arrijmë me sukses, do ta përmbushim pritshmërinë me sukses, pritshmërinë që publiku ka për të marrë informacionin nga transmetuesi publik i rajonit të Korçës. Do të jemi gjithashtu në ditën e hënë, në datë 12 maj, në transmetim maraton nga të gjitha KZZ, atje ku kryhet procesi i numërimit të votave, atje ku do të marrim rezultatet në kohë reale nga çdo kutje e numëruar dhe deri në mbyllje, derisa të jetë numëruar edhe kutja e fundit. Patjetër që do të ketë edhe biseda në studio, do të jetë një transmetim maraton që nuk do të mbyllet vetëm me lidhje live, por do të ketë edhe analist, emrat më të njohur të analistëve në arenën shqiptare, jo vetëm korçar, por edhe më gjerë, do të jenë të ftuar në studio, në lidhje Skype, por edhe fizikisht nga studioja jonë e lajmeve, për të dhënë opinionin e tyre, gjykimin e tyre, apo për të bërë analizën e procesit zgjedhor. Adi Rapushi, përgjegjësi i transmetimit, theksoi se janë marrë të gjitha masat teknike për një transmetim të pandërprerë dhe cilësor. Për transmetimin maraton të ditës së diel janë marrë gjitha masat teknike në mënyrë që transmetimi të kalojë normalisht. Janë provuar të gjitha aparaturat për lidhjet direkte që do kryen në studio. Gjithashtu është provuar dhe sinjali që shkon në dekodrat e transmetimit. Megjithëse nuk është era e parë që ne bëjmë transmetime të drejtpërdrejta, jo vetëm ditën e zgjedhjeve, por edhe në evente të ndryshme. Përsëri lind nevoja e trajnimit të personelit teknik, pasi ndryshimi i teknologjisë sjell edhe risitë në transmetim. Gjithë personeli teknik është trajnuar në mënyrë që të përballojë me sukses lidhjet e këtyre ditëve. Transmetimi do të vijojë edhe pas mbylljes së qendrave të votimit me ndjekjen e dorëzimit të materialeve zgjedhore pranë KZAZ-ve dhe më pas procesin e numërimit të votave me raportime të përditësuara deri në shpalljen e rezultateve përfundimtare. Ky transmetim i RTS Korça pritet të sjellë një tjetër sukses në raportimin e një prej ngjarjeve më të rëndësishme për vendin, duke garantuar informacion të besueshëm për publikun brenda dhe jashtë kufive.